Dhoma e avokatisë Vlorë shpreh ndinjatën dhe kundërshtimin e saj të fortë ndaj vendimit më të fundit për zhvendosjen e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës nga qyteti i Vlorës drejt Tiranës, një vendim i papranueshëm, i njëanshëm dhe thellësisht i dëmshëm për qytetin, profesionistët e drejtësisë dhe qytetarët e këtij qarku. Ky veprim nuk është një rast i izoluar, por vazhdimi i një politike sistematike të zbrazjes institucionale të Vlorës, e cila ka arritur kulmin me largimin e gjykatës administrative si dhe gjykatës së apelit, duke shndërruar qytetin në një periferi institucionale, pa peshë në hartën e drejtësisë shqiptare. Largimi i institucioneve shtetërore nga Vlora përbën cënim të rënd të aksesit në drejtësi dhe shërbime publike për mira qytetar, goditje direkt ndaj profesionit të avokatit, funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe sigurisë juridike, diskriminim territorial të hapur që favorizon centralizimin ekstrem në Tiranë dhe braktis qytetet historike e strategjike të vendit. Vlora, një qytet me peshë historike, juridike dhe kombëtare, nuk mund dhe nuk duhet të trajtohet si një qytet i dorës së dytë. Vendime të tilla, të marra pa konsultim me komunitetin juridik dhe pa asnjë analizë reale të pasojave, përbëjnë shkelje të parimeve të shtetit të drejtës dhe decentralizimit administrativ. Dhoma vendore e avokatisë Vlorë kërkon rishikimin e menjëhershëm dhe anulimin e vendimit për zhvendosjen e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, ndërprerjen e politikës së largimit të institucioneve nga Vlora, rikthimin e funksioneve gjyqësore dhe administrative të domosdoshme për një qytet të këtij dimensioni dhe rëndësie. Nëse kjo prirje vazhdon, dhoma vendore e avokatisë Vlorë rezervon të drejtën të ndërmarrë çdo veprim institucional dhe ligjor në bashkëpunim me aktorë të tjerë vendor, si dhe kombëtar, për të mbrojtur interesin publik dhe dinjitetin e qytetit të Vlorës. Vlora nuk do të heshtë e nuk do të pranojë të zhvishet nga institucionet e saj, përfundon në reagimi i dhomës vendore të avokatisë Vlorës.